Vazhdojmë me qëndru me #Gjesin, tani është koha që të flasim për ansamblin e këngëve dhe vallëve Hasan Prishtina, të cilët kanë organizuar një mbrëmje të veçantë që do të mbahet nesër me 31 tetor në qytetin e Vushtrisë. Është paralajmëruar si një natë me plot emocione edhe këngë, kështu që për të diskutuar më shumë në studio, unë i kam të ftuar zotrin Fazlir Rashica dhe Driton Verboci, dy organizatorët e kësaj mbrëmje. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Faleminderit shumë që keni ardhur sot. Faleminderit sukses. Çu keni qenë këto ditë që kanë shku punë? Këto ditë mirë kanë qenë ditë mira, me nxënës të mirë, me kolegë të mirë, me punë të mirë, me prova të mira, pa pretesë, besoj që kanë shku shumë mirë. Po rezultati kësmet me 31 shifët. Nesër, a? Nuk po du me folë shumë për... Po, gjithsesi. Për izbulu... Po, gjithsesi, po ta është flasim pak edhe për përgatitje që i keni pas, po besoj që jeni bo gati krejt për natën finale nesër që këmë qenë në qytetin e Vushtrisë. Edhe njëherë faleminderit për ftesën, Gjelina. Ju uroj punë të mbarë. I përshëndes gjithë shqiptarët nga do që janë, rreth e qarë kësaj rokullie, edhe ju e bashkë. Faleminderit se kemi edhe shumë mërgjimtarë që na këshyrin në mëngjes. Edhe ju e në bërë vërtet një shëndru një promotor shumë të rëndësishëm të aktiviteteve të ansamblit tonë, kur e dim që edhe muajin prill kemi qenë këto mysafir dhe kemi pas promovu festivalin e fëmijëve Zë Bilbilat e Vecianës, që pa të shku në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe qysh aty pa të më paralajmëru që do të ketë talent që do t'ja kënë zili edhe strada e Kosovës. Dhe vërtet ja kemi qëllu, sepse 5 për atyne që i kemi përzgjedh, ata do të performojnë edhe nesër, do të këndojnë edhe nesër, edhe pse në shumë të ri janë një mak, me gjithate ne kemi përzgjedh dhe e ardhmi atyne është shumë ndritun edhe tyne edhe një kosisht e ansamblit. Nëse më lejohet veç pikat shkurta 2 fjalë për ansamblin. Ansambli i këngëve dhe vallëve Hasan Prishtina është një emrues i përbashkët i shumë shoqërive, i shumë brezave, i shumë gjeneratave që kanë ekzistuar edhe para neve dhe do të ekzistojnë edhe pas nesh, sepse nuk fillon edhe nuk mbaron asgjë me gjeneratën tonë. Fillet e para të muzikës në vërtet dikun në bazë dokumenteve të shkruara janë dikun të viti i largët 1916, kur me iniciativën e patriotit të cilin kem fat, që është edhe nga Vushtria, Hasan Prishtina, dhe me lot një band frymore, edhe ekzistojnë gjithandej dokumentet. Ajo vazhdon diku deri vitet 1930, faktikisht deri luftat botërore, lufta e parë botërore. Nuk është që ka shumë shënime mes dy luftrave. Mas luftës në Vushtri, mas luftës dytë botërore në Vushtri ka ekzistuar shoqënia kulturë artistike Hasan, kjo Rashid Deda. Rashid Deda. Ka pas dhe shoqëni shumë shatra e gjithë ato. Faktikisht, edhe në periudhën e okupimit ka pas aktivitete në Vushtri, kanë qenë 2 shoqëri që kanë ekzistuar në vitet e okupimit, ka qenë grupi muzikor Zëri Kosovës, edhe ka qenë shoqëria kulturë artistike Hasan Prishtina 1996-1998. Do më thonë, pas lufte erdhi kjo liri e cila është paguar shumë shtrejt dhe ky ansambël sot është një farë mënyre trashëgues i gjithë atyne brezave dhe paraardhëses i brezave që do të vinë. Sa bukur me qenë pjesë e një ansambli të tillë, jeni shumë me fat dhe janë me fat krejt ata që janë pjesë e ansamblit, sidomos edhe të rinjt. Po, natash për këtë koncert a kem bo gërshetim gjeneratash, si që tha dhe miku im Fazliu. Këtu shifën edhe disa emna të ri, dhe më thonë këta rjedhen prej akademisë të ansamblit, ku mund të them lirisht që janë në rrugës të profesionalizmit duke shku, aq të ri, aq zellshëm, aq veshmir muzikor, beso po në manitin, edhe e kem mes espresso me arë prova me punu me këta të ri. Atë shumë që jenë punëtor, atë shumë që jenë të mirë,
ju kënë bo përzgjedhje shumë të mira të kongëve, do me thonë kongë tipik Shqipe, s'ka të bëj të na as një gram me lës prej muzika tjera që pa nuk du me është edhe gjenerata vjetër, do me thonë këtu, që jam shumë mirë njësë, do me thonë, kanë shumë, janë shumë entuziast për punën, për që jem të e bo bashkaresht, po besoj që me pas liune me kolegët e mi aty në punë që punoj dritonin, Jusuf Fantinën, Naimin, besoj që doja dalim të bojmë një koncert shumë të mirë. Po, prej solistëve kështu po e shoh edhe emrin e juaj që bukur e tha Dritoni, udhëheci artistik, edhe motoja e koncertit është të ruajmë, kultivojmë, fisnikrojmë, edhe përqojmë ndërbreza këngën e pasër Shqipe. Po, e kemi edhe në fotografin tjetër që është motoja e shkrume, të më thonë të kemi detajet. Do më thonë ndërbreza, Angelina, sepse në koncertin e nesër do të marrin pjesë prej fëmiu 13 vjeçar deri te solisti më i vjetër 70 vjeç, 71 bilem duket. Do të thonë, krejt janë të lidhur, po fillojnë prej Ari Krasniqit, i cili është Majriu, është Elda, është Elsa, është Aela, është Diari, po i përmerë kështu në radhë si vinë, është Diari, është Mërgimi, është Dritoni, është Luli, është Fazliu, është Lidia, është Esati, është Shabani. Dhe më thonë, është një lidhje bukur brezash, që ka më parë, dhe më thonë, qëllimi jonë, se ansambli ka statusin gjysmë profesional. 5 instrumentist, janë do të thotë me paga të rregullta mujore, ne nuk jemi, si kur disa ansamble tjera, nuk du të kritikoj, sepse gjithkush e ka rrugën e vetë, nuk kemi dash ta kemi ansamblin si organizatë jo qeveritare, i merë do pare për ministrisë, do pare për i komunës, e kry një projekt edhe aty përfundon gjithë shka. Qëllimi jonë është që ta kemi një ansambl, unë faktikisht jam në penzion sot nga puna e rregull, unë jam, unë jam 66 vjeçar, po jam i angazhuar si këshilltar për kulturë. Aha, okay, so në minova që sot e keni ditën jo, veç jam në penzion që një vit, po jam i angazhuar si këshilltar për kulturë. Dhe po du me thonë, nëse nesër Dritoni pensionohet, veni Dritonit mbetet aty, edhe do të zëvendësoj dikush tjetër. Për koncertin kemi bërë shumë zhurmë, kemi hallakat krejt shtëpinë e kulturës, nuk i kemi lënë rahat hiç, edhe ta shohim që tha edhe Dritoni rezultati shihet nesër. Është edhe për koncertin dhe më duket që nuk ka mungu asnjëherë sa i përket ansamblit që ju ka mbështetur Komuna e Vështrës gjithmonë. Jo, nuk ka mungu asnjëherë. Barëm këtër se është të shku fushate, do është të tingëlloj pak keq, ama ish kryetari Idrizin shumë nga kanë ndihmu për sidomos rreth ansamblit. Ka ofru një punësim për një klarnetist që i është dasht shumë ansamblit. Ke marrë një një kolektimin, një nëjmëzësir ish klarnetist në Big Bandin e RTK-s, do me thonë nga ka pasunu shumë ansamblin mat instrumentalist profesional. Po edhe gana tjetër si financiare, si meditje për antarë, do me thonë se cilë antarë merë meditje për çdo event që organizohet, na do me thonë këto i marim prej komunës, kryetari, do me thonë, ne ka mundësu këtë gjohë. Kështu që kem... Sa mirë, se më dushtë edhe pak një motivim shtesë për krejt ata që marim pjesë. Do shta nuk është nëj meditje për punën që bojnë këta fëmi, këta njerës, po me gjithat është një stimulim, se në qëpse 50 euro i merë një fëmi, nuk është pak për një fëmi shkollor. Po, atë që në mundësit, me dëshiren tonë, na kishëm pas dëshirë, do me thonë me qenë më të mëdha, ato me ditjet, po që që në mundësit
që s'na ka mundësi me në ndihmu kryetari, kështu i falenderojna publikisht. A këshim folë pak edhe për programin artistik që ka me pas nesër koncerti. Në ora 18 do të filloj koncerti. T'ju tregojmë pak edhe njerëzve që pse jo edhe kush nuk është nga qyteti i Vushtrisë mund të marrë nga cili do qytet i Kosovës dhe me shiju një koncert të bukur. Gjithsesi ftesa është publike, tash po e dini me këto rrjetet sociale, me këto, ne kemi edhe bashkëpunime shumë të mira me ansamblet në për qytetet tjera. Faktikisht ftesa është e hapur, disave ju kemi dërgu ftesa edhe individuale, kështu, disa për i kolegëve ma të afër që i kemi, sepse ne kemi marrë shumë pjesë në për shumë festivalet ndryshme dhe kemi kriju miqësi edhe njihemi shumë mirë me të gjithë antarët të gjitha ansambleve tjera që ekzistojnë, jo vetëm Kosovë, po edhe në të gjitha trojet shqiptare. Po unë mendoj që kanë arsye pse me ardhë, sepse vërtet ne kemi një orkestër me instrumentistë të cilët janë të nivelive gjithë shqiptare, jo që kanë kalu suazat e lokale këtu të shtetit tonë, janë të njohur në gjitha trojet shqiptare dhe solistët, si thash, ne kemi post solistëve të ri, të cilët kanë nderin të punojnë me një orkestër si kurse kjo. Disa për tyne që është e drejta do të me përmend që disa për tyne edhe antarë shkollës muzikës në Vushtri. Paralelisht edhe në shkollë të muzikës edhe të ne këtat 5 tritë që janë, 4 në vërtet, se njeni jo. Mirë po ne kemi në gjirin ton një Lidie Pasoma, një zonje vërtet e Kongës Shqipe, e cila i afrohet, nështë edhe ka mrit 50 vjetorin në skenë. Aty kemi edhe Satin Magjunin, një këngëtar që faktikisht kur ndëgjën ka kënën sot thu se është moshën më të mirë, moshën më të re, edhe ma i vjetri për i neve s'pja të regoj moshën, se mundet me na ujthnu. Shaboni i cili me moshën që ka... Edhe emrin e pare pas ka të sëllit. Po, se është, faktikisht, është profesor i gjuhës angleze, është këngë autor, ka shumë këngë shkruara, ka disa albumet regjistruara. E kemi si musafir Lulzim Krasniqin, i cili është valtar dhe këngëtar në ansamblin e këngëve dhe vallëve Shota, në ansamblin shtetënor. E ndërsa disa prej këngëve që kanë me u këndu nesër në koncert? Njëra këngët janë të përzidh me jo mirë, tepër mirë. Mos po na merr shumë kohë se i kishëm përmendur edhe këngë të rëndë. Po disa prej tyre, se jo. Po du me cek një këngë, është kjo Elda Arifi, është një talent e jashtë zakonisht e mirë. Ja ku mbo përzgjedhjen e këngës nga Parashqevisi Maku. Po më rre zemra. Që po më rre zemra, një këngë bagi që shumë këngëtarë së ne këndojnë. Besa që bukur e këndan. Elda është e re? Elda është e re. Në klasën e 9. Elda është klasën e 8 apo të 9, nuk e di po. Elda është klasën e 9. Edhe aq këngë është e rëndë, po aq bukur e këndan. Do me thonë, është këngë me 3 pjesë, e sakt, me vibrato, me këti ko, gjdo notë e kop. Do me thonë, po du me shpalozë është një këngë. Po, edhe këngë tjera janë gjitha janë këngë mira, këngë shqipe, po du me citu të madhen mikun tem njerën i Smet Bugujepsin, dhe ke balë mos mangëc këngën. Qka të dëni veç këngën popullore mos mangësni. Qka të dëni bëbni veç këngën popullore. Edhe na jam munue, edhe po mundohemi gjithmonë të abartim breza që të djeni tonën. Tash me të këta me marri, me trasua, me si që tha pas liu. Faktikisht, Gjelina, ne kemi majtë dikun 7-18 prova veç për këtë koncert. Po. Kemi pak të vështirë, sepse këta e në shkollë, kemi studenta në Prishtinë, kemi punëtor të arsimit, kemi edhe shumë problem tash me o përshtatë edhe orarin e ushtrimeve. Kështu që kemi ushtru para dhe mas ditës, dikun pa thëmë një 7-18 ushtrime, tu e mos e përfshirë, sot e kemi në ora 2, provën generale, si i themi ne, edhe nesër koncertin. Vlen të ceket se nga gjiri ansamblit, sot i kemi 5 veta që janë në Filharmoninë dhe Operën e Kosovës. Bile edhe Elvira Mazhi që ka qenë solistet e në, nuk e logarita këtu, veç sot cilët janë
pjesëtarët Filharmonisë dhe të Operës Kosovës janë në gjirin tonë edhe 5 veta. Dhe më thonë, ne jemi si një lloj fabrike që prodhojmë talent edhe na i merr Prishtinë atë gatshëm. Sepse rrugët e jetës janë të tilla. Ne ata kalojnë suazat lokale dhe ne nuk kemi mundësi të mbajmë matutje. Po kjo po besoj që ju bën shumë krenar. Na bën shumë krenar. Na bën shumë krenar. Shumë emra të mëdha kanë dalë për atë ansambli, besoj. Nuk po du mi cek me emra, po shumë emra të mëdha kanë dalë, si solist, si instrumentalist, si gjatë që më bën muni shumë krenar. Ideja ishte ta kemi festival, Gelin, drejtoni e din, edhe kemi qujtë fillimisht festival, sepse i kemi ftu dikun 36 këngëtar, vetëm nga Vushtëria, që kanë, se cili që ka kalu në për atë skenë, që thuhet ka thithat pluhër të skenës të Vushtërisë, kemi dash ta kemi në mesin tonë. Mirë po për i 36-ve, faktikisht, në atë kuptimin janë vetë eliminu, sepse për shkak të mundësive, disa i kemi në shtetet e perëndimit, disa janë të angazhum me angazhimet të përditshme dhe nuk kanë gjasë me ardhë, kemi ranë në 13. Dhe më thonë, 13 këngëtar janë, është një melodi hyrëse, një këngë grupin fund, edhe grupin e vallëve nuk kemi mujtë me përfshi kësaj radhe, për shumë arsye, edhe për shkak të zërimit, edhe për shkak se si e cek dritonin e kemi edhe një standard që ditën e koncertit faktikisht antarë u paguhet një mëditje simbolike dhe të i kaloj numri shumë i madh sepse këtë vit tash jemi edhe në fushat për një me dhe ne nuk e kemi ditë që do të ndeshemi paka shumë me fushatën, absolut s'ka të bëj kjo me atë punë, ne kemi punë tona, po dhe më thonë qëllimi, arsyeja e mos përfshirjes së vallëtarëve është, sepse ata ekzistojnë në kuadër të ansamblit, janë një numër bukur i madh dhe nuk kemi mundësi me i pagu mëditjet dhe nuk i kemi angazhu kësaj here. Me njerë vazhdojmë me projektin e 28 nëntorit edhe sigurisht aty do t'jenë përfshim. Komuna ka qenë pak e goditun me një kontrat kolektive të punëtorëve të arsimit, nuk e disa në ndjeni, edhe kemi qenë pak në vështirësi financiare këtë vit. Mirë po besoj që gjithçka po shkon drejt stabilizimit edhe do të ecim përpara. Dorso sa po është vështirë për juve që me i rujt këto tradita tona, të mos të këngës shqipe edhe me i plasu të brezat e rinj. Të e marë parasysh që... Hecë po është vështira? Aspak. A i kem arkivat tona, që unë me pas Leon i rujmë, edhe për gjdo provë, të me thonë edhe jashtë koncertit që kem prova të regullta, unë e marë edhe për gjdo provë nga një kongë dhe me thonë ju jep, para kishmi në dëgju, se kur të ndëgjën, flenë tru, po flasë ka ona muzikore, atëre është ma kollaj me. Besëm që kitë kongë të vjetra qytetare, që ju jep fëmive, dhe me thonë se përvojën tonë duhet me bartë. Duhet me bartë të rritë. Po, apo është edhe interesimi i të rinjve dhe i fëmijëve për këngën shqipe, për muzikën popullore, dhe më thonë se tu e marrë parasysh që jemi të jetu në një kohë më ndryshe. është edhe tjetra gja. Ti qysh i qasësh fëmijët me punë. Qasja jëtë dhe me thonë fëmijën e bënë, a mo interesu, apo mos po interesu. Besa nga njerë që fasdiju dhe këta mistë e mi, kolegët e mi, e din, unë e më gjende më bo në zonë si klasës 9. Kam qep ju për 7. Bashkë më zhatori ti. Besëm që kam qësi konceptit punës punëj. Po, për ato edhe suksesi nuk mungan. Jam gjende për ta sfëdi. Na me njëherë kemi fillu, Gelina, me njëherë kemi fillu përgatitet, me një shtator i kemi njoftu gjithë drejtërët e shkollave fillore në Vushtri. Gjithë drejtërët e shkollave fillore. Përgatitu një jo, deri në vitin e ri, përzgjedhnin nëzat për festivalin që paralelu herën e kalu me këto. Dhe me thonë, ne kemi fillu përgatitet në shtator për festivalin e prillit. Asë gjë nuk ilshojmë rastit. Ta në për shkolla e bojnë një përzgjedhje, i sjellin të na numrin e caktuar, na prapë bojnë përzgjedhje edhe të ne edhe vazhdojmë ushtrojmë me ta.
është interesimi është shumë i madh i trive. Me shumë bukur e tha drejtori, kretë mbaret çka ju servon, çka ju ofron. Nëse një media gjithë ditën e lëshon një kong, sigurisht që tritë qatë kong kanë me marrë dhe kanë me reproduku në mramje edhe vetë, ose edhe në të rritunit. Kretë mbaret çka ju servohet, çka ju ofrohet, ata janë trajtuar mirë te na, ata janë trajtuar si fëmijët tonë, ndoshta edhe më mirë, e din, e kanë vrejtat në ngrohtësi edhe thonë që mezi presin me ardhë në ushtrime. Është fati mirë, s'pëdu me folë personal për veti, që kom pas fatin e mirë që kom punu me shumë ftyra eminente të ekstradës. S'pëdu me përmen emna se ka shumë. Edhe qëtë përvoj, do me thonë, e kom marë për i tyne, do me thonë se unë e kom qenë i ri, po dhe dikush që të përvoj e ka barë të une. Po edhe na po mundom që të përvoj tash që pe dikuj e kem marë me barë të brezi i ri. Një natë me Fazliun i tregova, ishte një aheng kështu edhe ishte një atashe grek. Këndanim kongës pas ke pas pikë më shirë. Mes me zgjatë edhe ty pauzë, thëtë, ku pe din këtë kongë? Po të është kongë Shqipe është. Edhe po anglisht, thë no way. Okej, thash unë në di autorin, në di këtë, e di tekstskrusin, thash amati kush e ka. E do me thonë, krejt që të bagazh, timin personal, edhe të mikut e të miqve, mundon me barë të për që ato edhe interesimi, besoj që pejt tashit ka njësë për festival me thirë. Qak edhe prind. Se vinë aty 1 orë, 2 orë, është mjaft vetëm pejt telefone që e largon fëmin. Besëm, në ka rastisë një mrame, një bashkë dhe adetari jyni, erdhë jyni, në shiqeke edhe i shkun letë, plot fëmijë aty, a mora ka një pije mi u pruqtin e fëmijëve, thash po vjen keq, pa jo me shumë dëshiren. Ta vetëm mërtë mirë se që pi shok të atëri këtu, bashkum, ty punu me ta, ty po mënam si të cëllë në njërë të stimulojmë, të mbajmë, sikur fëmijën tonë në podisë. Faleminderit që po vazhdoni me rujt traditën e këngës dhe vallës tonë Shqipe, edhe që vazhdoni me cilë koncerte të mirë fillta publikut. Të përmendim dhe njerë për fund që nesër në orat 18, kushdo që ka qep më ardhë me dëgju muzikë të mirë. Edhe ju se ekip janë të fëtum. Faleminderit shumë. Komplet. Faleminderit. Kush keni mundësi me arë, beso që keni më knaqë, qofse në bini, besoj që keni më knaqë me programin, kem dëshirë me pasi mësafirë, pa enda asnja. Komplet. Faleminderit shumë edhe juve që keni marrë sot edhe diskutuar bashkë si çdo herë për planet e juja edhe gjithashtu edhe koncertin. Tashmë po besoj që ju presin edhe planet e tjera, përmendet edhe 28 nëntorin, kështu që Faleminderit edhe juve çdo herë për mundësinë. Jeni televizioni vetëm që na ofroni, do me thonë, për kraje. Për kraje, që na jepni për kraje, për ansamblin tonë, edhe jemi mirënjohës shumë. Faleminderit. E kështu që besoj që edhe herë tjera. Unë pa dhe erave tjera? Derisa disa televizione tjera do të më shku me i lutë dhe atë pranojnë, a nuk pranojnë, juve faleminderit për ftesën. Po thëmë edhe njerë që kanë fillim një promotor jashtëzakonshëm i programeve tona, faleminderit shumë, jeni të mirë se ardhën në çdo kohë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Zotëria Shqica dhe Verbocë, shumë faleminderit. Knatësi.